me rrethanat e sigurisë që eventualisht mund të ndryshojnë, ashtu siç ka nisur një vit më ndryshe për gjithë globin? Jemi të sinqertë sepse siç thash edhe një herë, në kuadër të procedurës apo planit 10 vjeçar për transformimin e Forcës Sigurisë të Kosovës, e cila deri në vitin 2020 do të kalojë nga Forca Sigurie në Ushtrinë e Kosovës, është para por edhe ky lloj furnizimi normativ, madje kemi edhe vonesa sidomos në kontingjentin e fundit i cili për dallim prej domethënë dronëve ready to fly që kishin orë para afatit të sipas kontratës, në rastin konkret kemi vonesë dhe pikërisht është kompania apo shteti turk i cili ka pasur probleme në procedurat e përfundimit marrëveshjeve apo kontratave sipas zotimeve që janë bërë dhe mund të them që thjesht është një zbatim i planifikimeve, zotimeve që ka pasur Kosova dhe kontratave që ka obligim ndaj qytetarëve të taksapaguesit të Republikës Kosovës. Unë nuk duhet t'i bëj, mund të themi, promovim punës së atkujt pas dhe nikosisht të mundohem që ta zbej natyrën e angazhimit të institucioneve tona, po thjesht është një planifikim 10 vjeçar i cili është parapar në detaje dhe kjo është njëra nga veprimet e radhës zbatimit të këtij planifikimi. Mirë, shoh se çfarë mendimi ka për këtë miku tjetër Brahaj, Sokol? Keni përshuar diçka? Po, në fakt planet janë bërë përpara dhe unë e thash domethënë që kjo marrëveshje se mos për këto armë që janë bërë për këto raketat që kanë ardhur në Kosovë janë të nënshkruara shumë vite më parë, jo nuk janë bërë që hajde erdhan në pazar Stambollit dhe po blej diçka do kthej. Kjo është ashtu. Kurse për numrin e tyre, më fal, por ndoshta unë nuk e mendova që po qeveria e Kosovës mund të kenë nxjerrë të gjitha ato çfarë kanë ardhur, domethënë kontingjent që ka ardhur. Në njëjtin mendim sepse shumë kush e mendon se duhet të ruaj diçka dhe sigurisht qeveria e din më mirë. Patjetër që profesori foli dhe ajo është shefi i sigurisë, ajo është për atë punë, por unë e shoh krejt ndryshe ndoshta edhe vetë nga që jam në një shtet që është shumë i fortë ushtarakisht që me të vërtetë që 10% diçka tregohet domethënë sa për ta dhënë atë mesazhin e duhur, por edhe Kosova unë nuk mendoj që kanë treguar të gjitha atje, pavarësisht se krahu i qeverisë së sotshme, pra Albin Kurti me shokët e tij, nuk janë njerëz të pushkës e të armës që kanë luftuar nëpër male, por gjithsesi përsëri ata nuk them që nuk e mendoj dot, domethënë edhe mund të jetë me patjetër, por nuk e mendoj dot që i kanë nxjerrë të gjitha fotografitë aty me ditët tonë dynjaja siç ka kanë mbajtur qetor, por edhe ban vaki, domethënë edhe ban vaki tani sa janë fituar zgjedhjet edhe duhet një ndoshta edhe ban vaki, po unë nuk mendoj, domethënë nuk e mendoj nuk do duhej. Nuk do duhej të paktën. Po të paktën nuk do duhej. Mirë, Sokol, a pritet një reagim kaq i ashpër nga Aleksandar Vučić për gjithë këtë armatim, për këtë blerje të shtetit të Kosovës? Deklaratat e tij kanë qenë janë dhe do të jenë, domethënë, por tashmë edhe Aleksandar Vučić edhe shumë të tjerë që janë prishës, pra që janë shkatërrimtar, që janë genocidërës, që janë diktatorë, tashmë besoj që do ta marrin mësimin nga strategjia e zotit Trump që bëri në Venezuela apo shumë shpejt do të jetë në Grenland apo në Meksik apo në Kolumbi apo në vende të tjera, dhe nëse është e nevojshme për Amerikën Putini nuk është, ai më falni, Vučići nuk është asnjë gjë dhe ne anë në Shkodër i thomi Gonxhe që kur tani e Menera Lakshinin fillon me bërtit edhe më shumë edhe Vučići tash ndoshta mund të jetë edhe nga funi i jetës së tij politike dhe fillon me bërtit edhe më shumë, por nuk kanë asnjë rëndësi sepse vetë teknologjia, prodhimtaria, armët e tyre që kanë marrë përveç disa armës që kanë marrë nga Izraeli, por edhe Izraeli nuk ka dërguar të gjitha pas një mosmarrëveshje që ka pas mes Washingtonit dhe Tel Avivit për furnizimin e slavëve në Ballkan. Për atë tashmë Serbia din që është shumë larg dëshirueshmërisë apo ëndrave të tyre patologjike që kanë pas serbët dhe kanë sot qeveria e tyre, por opinioni serb duke pas problemet e veta, krizat ekonomike me vitet e tëra në protesta kundër një presidenti në thojza budalla, domethënë që nuk punon asgjë për të mirën e popullit vetëm për interesat e veta, dhe kështu që
çfarë të flasi ai nuk e di, por këto armë që kanë ardhur dhe të tjera që unë besoj që nuk janë publikuar dhe nuk do të publikohen, sepse vetë ushtria është ajo që nuk publikohen, se çfarë bën Amerika për shembull ne i shohim mas 50 viteve, pas ka bërë këtë armë, edhe